Rikthehemi në studio për të diskutuar për një tragjedi që në fakt ka mbërthyer Europën dhe her pas here orët e fundit edhe po merr për masa të tjera në një kohë që vetë familjarët por edhe autoritetet po zbulojnë identitetin e atyre të rinjve që për fat të keq kanë humbur jetën ditët e fundit në një tragjedi të ndodhur në Alpet e Zvicrës. Në këtë momente, Nefail Maliqi, kryeredaktori i Lekanton 27, na bashkohet në këtë momente për të bërë një bilanc sa i takon kësaj tragjedie. Faleminderit që jemi ne dhe gëzuar për këtë vit të ri. Përshëndes, ashtu edhe juve, por në fakt në Zvicër pak më ndryshe është pritur ky vit i ri. Ky vit në Zvicër, siç e dini, nisi shumë keq nga një natë feste e vitit të ri në Kramontana u shndrua në një koshmar të vërtetë, të cilët disa quhen katastrofë dhe disa si masakër. Kjo tragjedi ka përlotur dhe shokuar jo vetëm zvicranët, por edhe komunitetin shqiptar këtu në Zvicër. Mbi 100 persona që po festonin në një bar në Kramontana natën e fundit të vitit të kaluar u gjetën përballë zjarreve në orët e pas mesnatës, kur lokali u përfshi në flak. Bilanci, nderuar kolegë, siç e dini, kësaj tragjedie në Kramontana është një rand ku zjarri dhe flaka mori shkaktoi 40 viktima dhe 119 tjerë të lënduar, ku pjesa dërmuese janë zvicran, të rinj të moshës 16 deri 26 vjeçare. Sipas policisë, numri i përgjithshëm i viktimave ka të ngjarë të rritet orë pas ore ose në ditët në vijim, sepse siç e dini 10 të tjerë janë në gjendje të rëndë në spitale të ndryshme të kantoneve në Zvicër. Sipas njoftimeve të fundit deri në këto momente, kur po raportoi policia kantonale e Valisit, ka arritur të identifikojë trupat e parë, domethënë 8 viktimave të zjarrit në Kramontana. Trupat u janë dorëzuar familjarëve të tyre. Vetë fjalë për 4 vajza të reja, zvicrane të moshës 16, 21, 22 dhe 24 dhe 4 të rinj burrë, domethënë tjerë zvicran të moshës 16, 2 nga 18 vjeç dhe njëri 21 vjeç. Analistë dhe ekspertë thonë se asgjë nuk do të kishte ndodhur sikur të mos ekzistonin këto mjetet piroteknike. Nga kjo tragjedi, kolege, post zvicranëve u prekën edhe shumë pjesëtarë të komuniteteve tjera nga Evropa dhe Ballkani, sidomos nga Rusia, Serbia, janë 4 serb. Por jo edhe shqiptar fatmirësisht, edhe pse Kramontana, kantoni Valisit, është në një vend i banuar me mijëra shqiptar. Me rastin e Kramontana, autoritetet zvicrane publikojnë informacione më të fundit mbi shportimin e zjarrit dyshohet se origjina e kësaj tragjedie, sipas autoriteteve zvicrane, janë fishek zjarret e vendosura mbi shishet e shampanjeve, shumë pranë punit të ulur prej drurit. Unë vetë e njoh Kramontana shumë mirë sepse ka ndjekur vazhdimisht forumin ndërkombëtar atje ekonomik, dhe interesant ato shtëpisa janë shumë poshtë, domethënë tavanin edhe e ngre dorën mund ta prekësh dhe kanë stilin e drurit dhe ato shumë të vjetra janë, vetëm se si thon një grims flak i del zjarri ose flaka. Po sidoqoftë presidenti i Zvicrës Guy Parmelin në Kramontana ka thënë se kjo është strategjia më e madhe që Zvicra ka goditur këto vitet e fundit. Në shenjë pas kësaj katastrofe flamujt nga dita e premte, për 5 ditë rresht do të qëndrojnë në gjysmë shtizën në Pallatin Federal në Bern. Kështu që edhe autoritetet zvicrane, qeveria ka ndërmarrë që në janarin ta shpallin ditë zije, ditë kombëtare, ditë solidariteti me viktimat e familjarëve që kanë humbur këto ditë. 16 të tjerë në fakt janë identifikuar, ndërkohë që mosha më e re ka qenë 14 vjeçare. Kjo jashtë atyre rregullave që mund të marrë pjesë dikush në organizim apo festime të tilla në natën e ndërrimit të viteve dhe jo vetëm. E rëndon kjo bilancin e kësaj tragjedie dhe a do të rëndojnë akoma më tej akuzat të tjera mbi çiftin që dispononte dhe ishin pronar të këtij lokali aq të madh ku kemi dhe këtë numër të konsiderueshëm për fat të keq të viktimave. Po, për të hetuar këtë rast pas presidentës Zvicrës edhe shefi i policisë dhe drejtësisë zvicrane bashkë me shefin e Interpolit zvicran Fetpol kanë dalur në vendin e ngjarjes në Kramontana, të cilët kanë bërë edhe homazhe dhe vërtet hetimet u vazhdojnë edhe kundër pronarëve dhe çfarë dokumente kanë janë hapur, që sa janë ndërtuar, kush i ka ndërtuar ato, çfarë arkitekti dhe të tjera dhe sigurisht do të marrin përgjegjësi. Madje sipas njoftimeve të fundit që ka marrë nga Kramontana bëhet fjalë se tash tutje edhe do të mbyllen disa bare të natë, klub night, pastaj restorane të ndryshme të natës do të mbyllen.
kjo është një iniciativë e re në Zvicër, për shkak se po shkaktojnë edhe viktima, siç kishte kjo e fundit, sepse loj me zjarr nuk ka me zjarr. Qoftë në paqe, qoftë edhe në luftë, sepse zjarri sjell edhe dëme të mëdha. Me familjet e viktimave në Kërmantana po solidarizon edhe për ngushëllime nga 4 anët e botës, përfshi këtu edhe Shqipërinë dhe Kosovën, ka pasur edhe reagime nga ambasadat tona këtu në Bern. Ky solidaritet u dëshmua qysh në ditën e parë të tragjedisë, ku disa shqiptarë bashkë me Zvicran u gjendën në vendin e ngjarjes për të ndihmuar autoritetet zvistrane, po vazhdojnë identifikimin e kufomave bashkë me hetimet për të zbuluar eventualisht ndonjë pistë të dyshimt, kolege. E qartë. Tani, mbase nuk është as e udhës për të diskutuar në këtë moment, se gjithmonë kur ndodhin tragjedia, shpesher kur kemi dhe numër të konsiderueshëm të viktimave, asnjë artikulim mediatik apo dalje publike nuk ka vlerë. A mund të ishte shmangur apo evituar apo parandaluar kjo tragjedi në momentin që të paktën kur ka organizime të kësaj natyre pronarët, por edhe vetë autoritetet që janë për mbikëqyrjen, më themi, të klabeve të mëdha të shohin kushtet teknike që ata funksionojnë apo kanë mbarvajtjen e punës, se ne kemi dhe një tragjedi tjetër që ndodhi pak kohë më parë në Koçan në Republikën e Maqedonisë së Veriut që shkaktoi një numër të konsiderueshëm të viktimave dhe kur erdhi momenti për të çuar para drejtësisë dhe para përgjegjësisë, më themi, autorët, patëm një zinxhir shkarkimesh dhe shumë të tjerë që shkuan përballë drejtësisë, jo vetëm pronarët, por edhe sistemi drejtues të vendit. A mendon se duhet që të shkojë pak më në gjenezë çështja e thellimit të hetimeve, jo vetëm tek pronarët, por edhe tek ata që e ka lënë, më themi, një pronar të ketë një biznes të kësaj natyre hapur, të organizojë, më themi, organizime apo festa të këtyre përmasave, edhe të kemi edhe këtë lloj bilanci, më themi, që edhe numrin e viktimave mos të artikulojmë fare. Po fakt, bile vitin e kaluar dhe presidentja, në me rastin e Krishtlindjeve, dha një apel, bile tha dhe nuk është, neshte ajo e kishte më shumë për qëllim për të bërë ekonomi në rrymën elektrike, dhe Krishtlindja tha në stacionin e Bernit të mos mbajnë për shkak trazierave apo të mos shpërthej diçka e rrezikshme, por këtu përgjithësi kushtet me tash përgjithësi askush s'ka pas dëshirë, qoftë sepse kemi edhe festa edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë, edhe në mbar botën, dhe kjo ka ndodhur rastësisht, po vërtet duhet të kërkohet përgjithësi, ndoshta jo as nga autoritetet, por nga ata vendorët të cilat ato shtëpi të drunjt, po edhe vazhdimisht edhe policia shqiptare, po edhe në Kosovë, edhe në Ballkan, vazhdimisht kanë dhënë apele të ndryshme, kujdes me këto fishë gëzarje, me këto mjete piroteknike, se shumë janë të rrezikshme. Bile në Gjenevë, për shembull, këtu në qytetin ndërkombëtar ka pas lloj zhvillimesh, parada të ndryshme dhe kanë apeluar disa herë bile janë anuluar, por më shumë për shkak rrezikshme të terrorizmit ndërkombëtar, ndonjë bombë mos hedh dokush, ekstremistëve dhe të tjerë. Por ky rasti i Kërmantana është i pajustifikueshëm dhe përgjithësi mund të themi vetëm se rinia pak e shfrenuar, festat e shfrenuara me fishë gëzare, sepse nuk ka lojë kolege me zjarr, sepse unë e di si fëmijë kur kam qenë vetë në ime më thoshte mos luaj me shkreps, mos luaj me zjarr, sepse zjarri sjell edhe dëme në shtëpi edhe në shëndetin dhe shkakton viktima. Dhe faji është si thonë një tip, po megjithatë autoritetet zvistrane po punojnë intensivisht për të gjetur eventualisht ndonjë pistë. Madje kur është fjala tek ky tragjedi, edhe Serbi ka ndodhur në Novi Sad një tragjedi e tillë, por mediat e Vučićit po mundohen që ta shfrytëzojnë këtë tragjedi në Zvicër për ta zbutur tensionin e protestuesve në Serbi, domethënë për ta shpëtuar kokën e Vučićit. Dhe kjo është diçka bizare. Më bën përshtypje fakti që të pranishëm në fakt në natën e ndërrimit të viteve në festime, kur ka ndodhur tragjedia, kanë qenë dhe 2 nga pronarët e këtij bari, e këtij lokali, në një kohë që kishin vetëm gati 10 vite gjysmë që e kishin në posedim, pra që e kishin blerë këtë lokal. Edhe ata janë të dëmtuar. Si është ligji atje? Çfarë parashikon ligji në momente apo në rrethana të tilla dhe mendon se autoritetet ashtë ashpra sa janë do ta çojë zinxhirin më tej, apo si fillim do të merr njëherë me çështjen e viktimave, me çështjen e familjarëve të tyre, që kjo tragjedi të paktën të nderoj në momentin që flasim viktimat dhe pastaj të kaloj në hallka të tjera të hetimeve? Sigurisht do të vazhdojë kjo zinxhir dhe të hetohet dhe të gjendet fajtorët, por aktualisht janë duke marrë ende janë identifikuar vetëm 8 viktima dhe nuk është edhe ndeshme edhe për familjarët që të merren me këto
Po sigurisht edhe familjarë do të kërkojnë, po edhe vetë autoritetet helvetike do të kërkojnë që të gjenden edhe të ndëshkojnë fajtorët, qoftë pranari apo qoftë ndonjë pjesë tjetër që mund të dëshohet terrorizëm, nuk besoj aty, po gjithçka sërish përkthehemi te këto mjetet piroteknike që janë egzageruar, sepse sinqerisht, si thash kam qenë në Karamata restoranet, shumë poshtë janë ato ulur, edhe ato dronjë janë të thënë që 10 vite, ndoshta 100 vite, se stili pirave ndërtimit është i tillë. Dhe besoj se do të ndëshkohen në kush, por duhet të presim ditëve të ardhshme, kolege. E qartë. Unë të falenderoj shumë për këtë raportim që bërë ditën e sotme në lidhje me këtë tragjedi që çdo ditë më shumë kur ne analizojmë dhe shohim të rejat e fundit merr për masat të tjera që më tepër ku identifikojnë dhe viktimat dhe shtohet dhe dhimbja për familjarët e atyre që kanë humbur jetën. Të falenderoj shumë dhe gjithmonë mirëpritur në Euronews. Faleminderit, me respekt, mirëmbashkje.